Përshëndetje gjithë, mirë se rikthehet një tjetër video. Sot dua të ndaj me ju produktet e mia të preferuara për këtë muaj dhe se si unë jam ndjer me këto produkte. Atëherë, produkti i parë është ky scrub për fytyrën, të cilin e kam bler tek Rossmann. Është një nga ato scrubet e cila ka për përdorim të përditshëm, është për eliminimin e pikave të zeza, pikave të bardha dhe reduktimin e fytyrës. Mund të përdoret çdo ditë. Dhe në fakt është një nga produktet e fytyrës më të mira që kam përdorur, sepse ka një kombinim perfekt mes grimcave të scrubit dhe kremit hidratues, që do thotë që mbasi ke përdorur scrubin në fytyrë, nuk të than lëkurën ose ta ndjesh lëkurën e tërhequr siç ta lën shumë scrubet të tjerë. Mendoj se është një nga ato produkte që përfshin një pastrim shumë të mirë të fytyrës pa pasur nevojë që të përdorësh shumë produkte. Jam shumë e kënaqur me këtë produkt sepse ndihmon shumë në eliminimin sidomos të pikave të bardha, gjithashtu edhe të pikave të zeza, por ndihmon shumë edhe në reduktimin e yndyrës dhe si pasojë dhe porët janë më pak të dukshme. Është rreth 150 ml si produkt, përmban acid salicylik i cili është shumë i mirë për ato që kanë probleme me fytyrën dhe gjithmonë ato që kanë lëkurë të yndyrshme, kanë imperfeksione, por që kanë edhe akne, gjithmonë produktet e fytyrës që duhet të marrin duhet të kenë një përmbajtje të acidit salicylik sepse do të ndihmojë shumë në përtharjen e akneve, në ngjatësimin e lëkurës. Këtë produkt kam rreth 3 muaj që e përdor, e kam përdorur pothuajse çdo ditë. Në fillim isha pak skeptike për pjesën që duhet ta përdor çdo ditë edhe scrub sepse lëkura është shumë e ndjeshme dhe mendova se mos do ta acaronte atë. Por në fakt thjesht e ka pastruar shumë mirë, lëkura edhe pse është shumë e ndjeshme nuk është as pak e acaruar. Megjithse në varësi të lëkurës duhet keni pak kujdes gjatë aplikimit të scrubit, që do thotë nëse keni një lëkurë shumë të ndjeshme, atëherë dhe presioni që duhet ushtroni gjatë kohës që aplikoni scrubin duhet jetë më i lehtë, më delikat. Çmimi ishte diku tek 500-600 lekë të reja, sepse nuk e mbaj mend asnjëherë. Është një nga ato produkte që unë sugjeroj shumë që ta përdorni, sepse zvendçon shumë mirë nëse do merrni gjelin Lares, edhe një scrub për fytyrën. Mund ta keni si një produkt 2 në 1, mendoj se duhet ta provoni, sidomos ato që kanë imperfeksione të lëkurës dhe që kanë lëkurë të yndyrshme. Gjithashtu dhe sasia, siç e thash, 150 ml është me një çmim shumë ekonomik dhe që shkon për shumë kohë. Produkti tjetër, në fakt është seti produkteve për mua më ka pëlqyer shumë si produkt, është ky seti klinik, i cili përbëhet nga 3 hapa, përbëhet nga shkuma pastruese e fytyrës, toniku dhe kremi hidratues. Para përdorimit të këtij si produkt, kam lexuar review të specialistëve, review të njerëzve të thjeshtë, mënyra e përdorimit dhe atë çfarë duhet të pres nga kremi. Nga ky set, atëherë e specifikon dhe tek pjesa mbrapa që thotë mbas një jave, ky sistem do të reduktojë dukshëm skuqjen edhe masinë e njollave që mund kemi në lëkurë ose në reduktimin e akneve. Lëkura do të duket më e pastër dhe më pak e yndyrshme. Në fakt edhe formula që ka është në 3 hapa, është për një reduktim në një periudhë të shkurtër të problemeve të fytyrës, të akneve, të skuqjes së fytyrës, sidomos ato që kanë një lëkurë të acaruar. Më ka pëlqyer shumë si produkt. Dua ta filloj me gjelin Lares. Në fakt nuk është gel, sepse është në trajt shkume si produkt. Është rreth 50 ml. Ky është dhe hapi i parë dhe pastron në thellësi fytyrën dhe më ka pëlqyer shumë sepse e pastron me të vërtetë në thellësi, fytyrën e ndjen shumë të freskët pasi ke përdorur këtë si produkt, nuk e ndjen të thatë ose të tërhequr, sepse ndonjëherë kur produktet që përdoren për fytyrën dhe e thajnë shumë atë ndjen fytyrën pas shplarjes së fytyrës me ujë, e ndjen të tërhequr me pickimet, pickon lëkura, por shpesh mund ta ndjesh edhe të skuqur. Ndërkohë që ky produkt e pastron në thellësi fytyrën dhe nuk e lën as pak të thatë, por fytyra është super e butë, edhe e ndjen që është shumë e freskët. Kjo ishte hapi i parë. Është toniku. Në fakt tonikun kur e shikon në fillim ka një si shtresë të bardhë këtu në fund, sepse është gjithë akumulimi i acidit salicylik, përmban 1.6% acid salicylik, e cili është një përqindje e lartë
kryesisht për kremrat që e përmbajnë këtë princip aktiv. Në fillim, kur e mora këtë paketën e klinik dhe hapa dhe pas tonikun, në fakt kishte një alkool i cila ishte shumë e fortë dhe vendosa mos ta përdorja dhe në fillim nuk e kam përdorur, domethënë u bëra rreth 3 javë që kam filluar ta përdor rregullisht si tonik. Por ndërkohë që lexoja review të njerëzve që sa i mirë ishte ky si tonik, dhe tash po e përdor dhe sidomos në kombinim me kremin hidratues ka efektin maksimal në fytyrë. Do ta shikoni për shembull pasi keni bërë scrub fytyrës ose pasi keni pastruar fytyrën dhe vendosni tonikun, në pjesë të fytyrës që mund të jetë pak e acaruar, se mund të keni ndonjë pucër të vogël ose ndonjë pikë të kuqe, e vendosni dhe të ndjeni pak si pickim, si djegje dhe në mëngjes do të jetë reduktuar plotësisht. Për mua ka funksionuar mrekulli ky produkt. Në fakt nuk e prisja sepse gjithmonë janë skeptike te produktet që marrin për fytyrën që të vendosni një afat kohor që do të veprojë, sepse në fakt asnjëherë nuk e dihet sepse varet si përshtatet lëkura, por ky produkt ka funksionuar shumë mirë, jam shumë e kënaqur, edhe sasia që ka rreth 100 ml më duket shumë mirë. Duke qenë se acidi salicilik është i akumuluar këtu në fund, gjithmonë para se ta përdorni duhet ta shkundni mirë në mënyrë që të përhapet në të gjithë sasinë e produktit. Duhet ta vendosni me pambuk nga ato tamponat rrethor në të gjithë fytyrën, sigurisht duke pasur kujdes jo poshtë pjesës së syve, sepse pavarësisht që përmban acid salicilik, po përmban edhe alkool. Kështu që mund ta irritojë atë pjesë të lëkurës. Unë kam lëkurën shumë të ndjeshme, kështu që edhe për gjithë ju që keni lëkurën e ndjeshme mund ta provoni, sepse siç e thash në kombinim me kremin hidratues, duke qenë që ka efektin maksimal, kremi hidratues gjithashtu do të ndihmojë shumë dhe në qetësimin e lëkurës. Nëse keni probleme me lëkurën, sidomos nëse keni të acaruar me shumë yndyrë, atëherë mendoj se duhet ta provoni si produkt ta përfshini në rutinën tuaj. Ndërkohë që produkti tjetër është kremi hidratues. Kremi hidratues është për pastrim të përgjithshëm të yndyrës, për gjithë tipet e lëkurës, dhe që ndihmon shumë edhe në njolla që mund të kemi në lëkurë, që mund të kenë lënë aknet, është 30 ml. Dhe në fakt, çuditërisht kremat që janë për gjithë tipet e lëkurës nuk është se më përshtaten shumë, sepse janë pak të trashë si teksturë, por ky përthitet shumë mirë nga lëkura, nuk kam pasur probleme për këtë pjesë. Në fillim kur e kam përdorur kremin hidratues që vendosa të mos përdorja tonikun nga alkooli, ndihmonte goxha për tharjen e puçrave, ishte shumë i mirë. Kur zgjohesha në mëngjes kishte lëkurën të bardhë, ishte shumë e qetësuar. Por në momentin që këto dy produkte i kam përdorur bashkë, atëherë janë një nga linjat më të mira që kam përdorur për fytyrën dhe janë nga produktet më të mira që kam përdorur për fytyrën, sepse e kisha lëkurën. Në fakt përdorimi i këtyre produkteve është 2 herë në ditë, po ne përdorja vetëm në darkë. Dhe e kisha gjatë gjithë kohës lëkurën shumë të freskët, ishte shumë e qetësuar, nuk ishte puçra. Prandaj që ja sugjeroj shumë. Ndërkohë që ndoshta për shkumën e fytyrës edhe mund ta zvendçoni me një produkt tjetër më ekonomik, sepse klinik në fakt është një linjë farmaceutike por që shitet në parfumeri, por që produktet nuk është se kanë shumë çmime ekonomike. Kështu që mund të përdorni ndonjë xhel larës tjetër për fytyrën nëse ai që ju përshtatet ju, dhe më pas të merrni vetëm këto dy produkte dhe t'i provoni, mund t'i merrni në paketime të vogla, 30 dhe 100 ml që shikoni dhe se si përshtatet me fytyrën, sepse pavarësisht se produktet mund të jenë shumë të mira varet dhe në fund se si ato përshtaten me fytyrën. Por që nëse po kërkoni për produkte efektive për fytyrën, atëherë unë ju këshilloj shumë që t'i provoni. Në fakt unë do të kthehem, do të marr të tjera produkte sepse kremin hidratues po mbaron, ndërsa tek toniku kam akoma, por që tashmë do t'i marr në paketime të mëdha, sepse ja vlen që t'i kesh nga ato produkte që përdoren për rutinën e përditshme, për kujdesin e fytyrës dhe për qetësimin e fytyrës, reduktimin e akneve, njollave në fytyrë, sepse funksionon super, është një nga produktet më të preferuara që kam përdorur deri tani për fytyrën dhe që sigurisht do t'i kthehem përsëri që t'i provoj. Më pas produktet e fundit, në fakt janë 2 produkte. Janë kremi nga Vishia edhe kremi nga Altera. Vishia është një
linjë farmaceutike, kështu që këtë produkt nëse do ju pëlqej ta përdorni, e gjeni në farmaci. Aqua Thermal. Gjëja e parë që më ka pëlqyer që në fillim nga ky produkt, në fakt ka qenë një dhuratë, nuk e kam bler, por që kisha ndërmend ta blija. Ajo që më pëlqen që në fillim që më ka pëlqyer që në fillim nga ky produkt është mënyra e aplikimit, duke qenë që ka këtë goglën. E bën dhe shumë të lehtë aplikimin e produktit, që do të thotë nuk ke nevojë fare që ta vendosësh produktin tek gishtat dhe më pas ta përhapësh në pjesën e fytyrës, mjafton thjesht me kremin, e shtyp pak që të dali gjeli, edhe vendos tek pjesa e syve, ndërkohë që ja masazhon pak, përthitet shumë lehtë nga lëkura, të jep një ndjesi freskie kur e vendos në lëkurë. Sidomos kur zgjohesh në gjumin dhe njëherë të syt janë të lodhur, ndihmon shumë në reduktimin e qeskave të syve, dhe pse unë nuk kam pasur shumë probleme për këtë pjesë. Ndoshta nëse keni shumë probleme me pjesën e syve ose rrafat e zinj, nuk e di se si mund të qëndroj. E thotë që është për rrafat e zinj dhe për qeskat për syve. Në fakt kam lexuar disa review për pjesën e rrafave të zinj dhe nuk është se kishte mbetur shumë të kënaqur. Më shumë ishin tek pjesa që është për qeskat për syve, dhe për mua funksionon mrekulli, sepse siç e thash, nuk është se kam dhe shumë probleme, por ndonjëherë kur janë syt si të lodhur dhe vendos të si produkt, syt janë shumë më të freskët pastaj. Gjithashtu edhe hidraton shumë pjesën poshtë syve. Dhe në ndryshim nga gjelat e zakonshëm që përdoren për fytyrën, sidomos për ato për rrafat e zinj që vendosen pas të ngrin, edhe nuk është një ndjesi e mirë kur e ndjen këtë pjesën këtu që është ngrirë gjithë ditën. Me këtë krem të Vichy's nuk më ka ndodhur një gjë e tillë, e kam vendosur, qeskat janë reduktuar, syt shumë të freskët, dhe pjesa e hidratuar e fytyrës nuk e ndjeja fare të ngrirë, të themi. Kështu që si produkt nëse kërkoni diçka freskuese, nuk është anti-rrudh. E sugjeroj për moshat e reja që mund të keni rrudhat e para të mimikës, ose ato që duan të fillojnë të kujdesen për syt, por edhe nëse keni probleme në qeskave të syve, ja sugjeroj shumë si produkt ta provoni, dhe shkon shumë edhe pse është 15 ml. Zakonisht kremat e syve ka që janë 15 ose 30 ml, por që shkon goxha. Sepse harrova, shkon goxha sepse ka edhe ka dhe fal goglës që nuk bën, sepse në ndonjëherë kur e kemi kremin që duhet ta vendosim te gishti, një pjesë e madhe e kremit ikën sepse hedhim gjithmonë më shumë se ç'duhet. Kështu që kjo falë mekanizmi që ka për përhapjen e kremit e bën që gjithmonë të aplikosh aq produkt sa të duhet për hidratimin e syve. Ndërkohë që produkti tjetër është ky produkt që kam marrë tek Rossmann, është i Alterës. Është një produkt bimor. Altera në fakt njihet për këto produkte bimore që kam. Është me kastravec dhe gel aloe vera, të cilat janë dy produkte që përdoren shumë në kremat të ndryshme për sy, sepse japin atë efektin e freskisë. Dhe në fakt është një produkt, është një hidratues i thjeshtë për fytyrën, e hidraton fytyrën, është 15 ml, çmimi që ka është super ekonomik, është 400 ose 500 lekë të reja, për përdorim të përditshëm dhe për studentët që duan gjëra ekonomike është shumë i mirë. E vetmja gjë që nuk më ka pëlqyer te ky produkt është sepse përveç pjesës së aplikimit të produktit, është edhe që duhet të qëndrosh 10 minuta duke bërë masazh poshtë pjesës së syve në mënyrë që kremi të përthifet komplet, sepse nuk e lën dot ashtu në formë vajore, dhe kjo gjë më duket pak e vështirë, prandaj edhe nuk e kam përdorur që ta mbaroj deri në fund si produkt, sepse kjo gjë nuk më është dukur shumë e rehatshme që ta provoja, që ta përdorja, por që e sugjeroj nëse kërkoni një hidratues të thjeshtë për fytyrën, nuk ka fare efekt anti-rrudh. Sidomos e sugjeroj shumë për ato që tani në këtë kohë që koha është edhe e thatë, edhe shumë e freskët, edhe shumë nga ju mund të mendojnë se për një muaj ka ndalë rrudha, por në fakt duke qenë që lëkura është shumë e dehidratuar, atëherë dhe ato rrudha të mimikës bëhen dhe më të dukshme. Prandaj për ta larguar këtë ndjesi jo të mirë poshtë syve, ju sugjeroj shumë që ta përdorni këtë produkt duke e masazhuar derisa të përthahet, sepse do ta hidratoj shumë pjesën e lëkurës dhe nuk do të keni shumë të probleme, sepse kur lëkura është e dehidratuar, atëherë ka tendencën që të bëhen dhe më shumë rrudha. Kështu që nëse doni të luftoni në mënyrë jo të drejt për drejt rrudhat e mimikës, është një metodë shumë e mirë. Mendoj që ky krem, sidomos për moshat e reja, duhet ta keni.
dhe ta përdorni, në qoftë dhe më pas kremin e vishin, në qoftë se kërkoni diçka specifike për fytyrën, për syt, mua më ka pëlqyer shumë si krem, edhe sugjeroj shumë. Atëherë këto e gjeni tek Rossmann, ndërsa këto e gjeni në çdo farmaci që ka linjën teknike në çdo farmaci që ka linjën vishi do ta gjeni, quhet Aqua Thermal. Dhe këto ishin produktet. Në qoftë se keni ndonjë paqartësi me produktet, ose kërkoni ndonjë mendim më specifik, mund ta lini më poshtë në koment. Dhe do shihemi javën tjetër me një tjetër video, mos harroni të bëni like dhe subscribe, dhe deri javën tjetër, mirupafshim.